U zgjova e lidhur pas një peme, litarët më shtrëngonin aq fort sa më dukej sikur po më preronin mishin. Nuk mund të lëvizja, nuk mund të merrja frym pa ndier dhimbje. Gjuetarët furtiv më kishin rrahur dhe më kishin lënë aty për të vdekur, hakmarrje për vitet që kisha luftuar kundër tregtisë së tyre të paligjshme. Ishte një fund mizor, por as kjo nuk ishte pjesa më e tmerrshme. Vetëm disa hapa larg meje, një ari i madh kafe qëndronte i heshtur, me sytë e tij ngjyrë që libar të ngulur tek unë. Ajri u bë i rënd, i ngrirë, si para një stuhje që do të shpërthente në çdo çast. Ari u ngrit ngadalë mbi shputat e pasme, maja e trupit të tij më mbulonte si një mal i gjallë. 3 metra lartësi. Një hije gjigante që më glabëronte të gjithë fushën e shikimit. Një prej putrave të tij të mëdha u ngrit, masive, e mbushur me kthetra që mund të më shyenin në një goditje të vetme. Mbylla syt fort, zemra më rrite aq shpejt sa mendova se do të plaste. Lam tu mirë. Mbaroi. Prisja thjesht shpërthimin e dhembjes, thyrjen e kockave, errësirën që do të më mbulonte. Por nuk erdhi. Në vend të kthetrave të mprehta, ndjeva një tërheqje të fortë pranë shpatullës sime, një goditje e fuqishme që synoi jo trupin tim, por litarin. Ari goditi sërish, më i fortë, përsëri në litarët e ngjeshur rreth trungut. Hapja syt ngadalë. Nuk po më sulmonte. Ai bish gjigante po përpiqej të më çlironte. Ari ul përsëri në 4 putra dhe u afrua aq pranë sa mund të ndjeja avullin e ngrohtë të frymëmarrjes së tij në faqe. Më nuhati, zuri hapësirën rreth meje me një rrotullim të ulët që tingëllonte më shumë si frustrim se sa kërcënim. Pastaj kapi litarin me dhëmbët e tij të mëdhenj, e shtrëngoi dhe tërhoqi me gjithë forcën që kishte. Litarët ushtrin deri në pikën e shpërthimit, por nuk u këputën, ishin të lagur nga vese natës dhe ishin lidhur aq fort sa dukej e pamundur të lëshoheshin. Ari lëshoi një ulërim të thellë, të zemëruar. Pastaj goditi trungun me një forcë rrëqethse, aq të madhe sa copa të lëvores u shpërndan rreth nesh si thërrime të vogla druri. E kuptoja se ai po e humbiste durimin, por sërish nuk po më prekte. Putrat e tij të mëdha rrëshitnin midis litarëve dhe trungut, duke gërvishtur, grirë, coptuar nyjet me kujdes të pabesueshëm. Ishte sikur kafsha e dinte se një lëvizje e gabuar e atyre kthetrave të tmerrshme do të më coptonte. Ai punonte me lëvizje të matura, thuajse kirurgjikale, duke luftuar kundër kohës, kundër frikës dhe kundër plagëve që gjuetarët më kishin shkaktuar. Në atë moment, vura re diçka. Në anën e trupit të tij, në shtresën e dendur të leshit, shfaqej një shenjë, një plagë e vjetër, e gjatë, e shtrembër. Zemra më ndaloi për një sekondë. E njihja atë shenjë, saktësisht atë formë, atë vit të çrregullt, atë plagë që dukej sikur e kishte prerë dikur një gosht e ndryshkur. 30 vjet më parë, në fillim të pranverës, pata gjetur një këlysh ari. Një krijesë e vogël, e dridhur, që mezi ecte. Ishte kapur në një kurth metalik të vendosur nga gjuetarët. Këmba e tij e vogël ishte e prerë, e gjakosur, dhe ai u lërinte me një zë që më përshkoi shpirtin. Nuk mund të largohesha. Nuk mund ta lija aty. Qëndrova pranë tij me orë, duke e çliruar ngadalë nga hekuri që i kishte shpuar mishin. Ato çaste ishin një luftë mes jetës dhe vdekjes. I lash ujë, e qetësova, pastaj e ndihmova të gjithë rrugën deri në pyllin e sigurt. Para se të zhdukej mes pemëve, ai më pa me sytë e tij të artë, të njëjtë me ata që më shikonin tani. Ari i madh që po më shpëtonte ishte ai këlysh. Trupi më dridhej, por jo nga frika, nga një tronditje e thellë, e butë, e pabesueshme. Gjuetarët e kishin rrahur sepse kisha sabotuar rrugët e tyre, ja kisha marrë kafshët nga kurthet, i kisha denoncuar. Dhe tani, ironi e fatit, njëra prej krijesave që kisha shpëtuar më parë ishte kthyer për të më shpëtuar mua. Ari u përkul edhe një herë, kafshoi një nyje tjetër, dhe këtë herë litarët u liruan pak. Mjaftueshëm që ajri të më hynte më lehtë në mushkëri. Ai lëshoi një rrotullim të ulët dhe vazhdoi me forcë të re, sikur të mos ishte më ai i plagosur dikur. Litarët u këputën me një zhurmë të thatë. Rash përpara, e lodhur, e mpir, por gjallë. Ari u tërhoq një hap mbrapa dhe më dha hapësirë. Nuk bëri asnjë lëvizje armiqësore. Thjesht qëndroi i madh, i heshtur, me frymëmarrjen e rëndë të një krijese që kishte luftuar për jetën time. Sytë tanë u takuan. Për një moment të vetëm, të shkurtër e të pafund njëkohësisht, pash atë këlysh që dikur dridhej në duart e mia, ai e kishte mbajtur mend. E kishte ruajtur. Dhe tani, kishte kthyer të njëjtën mëshirë që ja kisha dhënë.
Aty, në pyllin e ftohtë të natës, mes plagëve dhe frikës, ndodhi diçka që s'do ta harroj kurrë. Një ari i egër më shpëtoi jetën. U zgjova e lidhur pas një peme, litarët më shtrëngonin aq fort sa më dukej sikur po më preronin mishin. Nuk mund të lëvizja, nuk mund të merrja frym pa ndier dhimbje. Gjuetarët furtiv më kishin rrahur dhe më kishin lënë aty për të vdekur, hakmarrje për vitet që kisha luftuar kundër tregtisë së tyre të paligjshme. Ishte një fund mizor, por as kjo nuk ishte pjesa më e tmerrshme. Vetëm disa hapa larg meje, një ari i madh kafe qëndronte i heshtur, me sytë e tij ngjyrë që libar të ngulur tek unë. Ajri u bëi rënd, i ngrirë, si para një stuhje që do të shpërthente në çdo çast. Ari u ngrit ngadalë mbi shputat e pasme, maja e trupit të tij më mbulonte si një mal i gjallë. 3 metra lartësi. Një hije gjigante që më glabëronte të gjithë fushën e shikimit. Një prej putrave të tij të mëdha u ngrit, masive, e mbushur me kthetra që mund të më shyenin në një goditje të vetme. Mbylla syt fort, zemra më rrite aq shpejt sa mendova se do të plaste. Lamtu mirë. Mbaroi. Prisja thjesht shpërthimin e dhembjes, thyrjen e kockave, errësirën që do të më mbulonte. Por nuk erdhi. Në vend të kthetrave të mprehta, ndjeva një tërheqje të fortë pranë shpatullës sime, një goditje e fuqishme që synoi jo trupin tim, por litarin. Ari goditi sërish, më i fortë, përsëri në litarët e ngjeshur rreth trungut. Hapja syt ngadalë. Nuk po më sulmonte. Ai bish gjigante po përpiqej të më çlironte. Ari ul përsëri në 4 putra dhe u afrua aq pranë sa mund të ndjeja avullin e ngrohtë të frymëmarrjes së tij në faqe. Më nuhati, zuri hapësirën rreth meje me një rrotullim të ulët që tingëllonte më shumë si frustrim se sa kërcënim. Pastaj kapi litarin me dhëmbët e tij të mëdhenj, e shtrëngoi dhe tërhoqi me gjithë forcën që kishte. Litarët ushtrin deri në pikën e shpërthimit, por nuk u këputën, ishin të lagur nga vese natës dhe ishin lidhur aq fort sa dukej e pamundur të lëshoheshin. Ari lëshoi një ulërim të thellë, të zemëruar. Pastaj goditi trungun me një forcë rrëqethse, aq të madhe sa copa të lëvores u shpërndan rreth nesh si thërrime të vogla druri. E kuptoja se ai po e humbiste durimin, por sërish nuk po më prekte. Putrat e tij të mëdha rrëshitnin midis litarëve dhe trungut, duke gërvishtur, grirë, coptuar nyjet me kujdes të pabesueshëm. Ishte sikur kafsha e dinte se një lëvizje e gabuar e atyre kthetrave të tmerrshme do të më coptonte. Ai punonte me lëvizje të matura, thuajse kirurgjikale, duke luftuar kundër kohës, kundër frikës dhe kundër plagëve që gjuetarët më kishin shkaktuar. Në atë moment, vura re diçka. Në anën e trupit të tij, në shtresën e dendur të leshit, shfaqej një shenjë, një plagë e vjetër, e gjatë, e shtrembër. Zemra më ndaloi për një sekondë. E njihja atë shenjë, saktësisht atë formë, atë vit të çrregullt, atë plagë që dukej sikur e kishte prerë dikur një gosht e ndryshkur. 30 vjet më parë, në fillim të pranverës, pata gjetur një këlysh ari. Një krijesë e vogël, e dridhur, që mezi ecte. Ishte kapur në një kurth metalik të vendosur nga gjuetarët. Këmba e tij e vogël ishte e prerë, e gjakosur, dhe ai u lërinte me një zë që më përshkoi shpirtin. Nuk mund të largohesha. Nuk mund ta lija aty. Qëndrova pranë tij me orë, duke e çliruar ngadalë nga hekuri që i kishte shpuar mishin. Ato çaste ishin një luftë mes jetës dhe vdekjes. I lash ujë, e qetësova, pastaj e ndihmova të gjithë rrugën deri në pyllin e sigurt. Para se të zhdukej mes pemëve, ai më pa me sytë e tij të artë, të njëjtë me ata që më shikonin tani. Ari i madh që po më shpëtonte ishte ai këlysh. Trupi më dridhej, por jo nga frika, nga një tronditje e thellë, e butë, e pabesueshme. Gjuetarët e kishin rrahur sepse kisha sabotuar rrugët e tyre, ja kisha marrë kafshët nga kurthet, i kisha denoncuar. Dhe tani, ironi e fatit, njëra prej krijesave që kisha shpëtuar më parë ishte kthyer për të më shpëtuar mua. Ari u përkul edhe një herë, kafshoi një nyje tjetër, dhe këtë herë litarët u liruan pak. Mjaftueshëm që ajri të më hynte më lehtë në mushkëri. Ai lëshoi një rrotullim të ulët dhe vazhdoi me forcë të re, sikur të mos ishte më ai i plagosur dikur. Litarët u këputën me një zhurmë të thatë. Rash përpara, e lodhur, e mpir, por gjallë. Ari u tërhoq një hap mbrapa dhe më dha hapësirë. Nuk bëri asnjë lëvizje armiqësore. Thjesht qëndroi i madh, i heshtur, me frymëmarrjen e rëndë të një krijese që kishte luftuar për jetën time. Sytë tan u takuan.
Për një moment të vetëm, të shkurtër e të pafund njëkohësisht, pash atë këlysh që dikur dridhej në duart e mia, ai e kishte mbajtur mend. E kishte ruajtur. Dhe tani, kishte kthyer të njëjtën mëshirë që ja kisha dhënë. Aty, në pyllin e ftohtë të natës, mes plagëve dhe frikës, ndodhi diçka që s'do ta harroj kurrë. Një ari i egër më shpëtoi jetën. 2 prej tyre ishin në të djathtë. Ari nuk mund të mbronte të gjitha drejtimet njëkohësisht. Ai u kthye përballë ujqërve në të djathtë, njëri prej tyre bëri një sulm të rrem, një lëvizje e shpejtë për ta ngacmuar, dhe ari goditi me putrën, por goditja kaloi në ajër. Ujku i dytë u hodh nga ana, gati të kafshonte, por ari u rrotullua me një shpërthim të papritur force, duke e larguar me një vrull të egër. Ishin taktika të pastërta tufash, lodhje, mashtrime, goditje të rreme për ta shpërqendruar kundërshtarin derisa ai të bënte një gabim. Ndërsa përbindëshi i madh ishte i zënë duke mbajtur larg kërcënimin në të djathtë, 2 ujqër të tjerë në të majt filluan të lëviznin poshtë, pothuajse të padukshëm, të ulur pranë tokës. Ata lëviznin si hije, me hapa të lehtë e të heshtur, duke u përgatitur për një sulm të sinkronizuar. Unë tërhoqa litarin me gjithë forcën që më kishte mbetur, duart më digjinin, supet më përvëloheshin, por litarët më në fund filluan të çaheshin pa. Por ujqërit ishin tashmë 10 metra larg. Sytë e tyre të verdhë shkëlqenin si 2 pishtar të zinj në errësirën e pyllit. Ari i pa, u kthye me një lëvizje të shpejtë, pothuajse të dëshpëruar dhe ari lëshoi një sulm që tronditi ajrin. Rrugoi aq fort, aq fuqishëm, sa zogjt e fshehur në shkuret pranë u ngritën në fluturim të çoroditur. Ujqërit u tërhoqën prapa disa hapa, por nuk u larguan. Njëri prej tyre rriti rosnitjen, duke treguar dhëmbët, duke tentuar ta tërhiqte arin larg nga pema, ta çonte drejt një kurthi tjetër. Ishin të zgjuar, të disiplinuar, të pamëshirshëm. Dhe atëherë erdhi Alfa. Si një fantazm gri, ai shfrytëzoi momentin e vetëm ku ari i pa dashje ia ktheu shpinën. Ai u hodh nga prapa, me një shpejtësi që zemra ime mezi arriti ta kuptonte. Ari e nuhati rrezikun në sekondën e fundit. U përpoq të kthehej, por ishte vonë. Dhëmbët e gjatë të ujkut u ngulën thellë në kofshën e tij. Ari ulëriu, një ulëri me shkrirë mes dhimbjes dhe furies. Toka poshtë nesh u drodh nga pesha e trupit të tij që lëvizte me forcë të shfrenuar. Me një lëvizje të vetme, brutale, ai e goditi ujkun me putrën e tij të jashtëzakonshme. Ujku u flak disa metra larg, u rrotullua në ajër dhe u përplas në tokë duke lëshuar një britm të mbytur, por ai u ngrit përsëri, i gjakosur, por gati për të luftuar sërish. Unë shikoja. Krejtësisht i pafuqishëm. Shpëtimtari im, ai ari i madh që më kishte rikthyer shpresën, po luftonte për jetën time dhe unë nuk mund të bëja asgjë. Vetëm mund të shikoja teksa gjaku i tij ngjyroste tokën dhe teksa frymëmarrja e tij rëndoi nga plaga që i kishte shkaktuar Alfa. Kjo e zemëroi edhe më shumë. U kthye në një stuhi. Ari shpërtheu përpara, duke u përplasur radhazi me 2 prej ujqërve. Goditjet e tij ishin aq të fuqishme sa linin gjurmë të thella në tokë. Kthetrat e tij shkëlqenin në ajrin e lagësht të pyllit dhe çdo lëvizje ishte një betejë mes forcës së pastër dhe strategjisë së një grabitçari të lindur. Një goditje e vetme mund të vriste çdo prej tyre menjëherë. Tufa u tërhoq disa hapa, por vazhdoi të rrethonte, duke kërkuar mënyrën e duhur për të sulmuar nga disa drejtime njëherësh. Ishin si hije të gjalla që kërkonin një boshllëk në mbrojtjen e arit. Por ari nuk lejonte asnjë. Ai rrotulloi, rënkonte, rrite paralajmërime, duke mbajtur një sy në çdo lëvizje të tyre. Njëri prej ujqërve gaboi. Vetëm një hap i ngadalshëm. Një lëvizje e vogël më e ngadaltë se zakonisht. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Putra e arit e goditi me forcën e një rrufeje. Ja kapi trupin në mes të një kërcimi. Ujku gërhiti, u përplas në tokë dhe nuk mundi të ngrihej si më parë. Pata e tij e majt u përkul në një kënd të panatyrshëm. Ai u tërhoq zvarr, duke lëshuar një gërhitje të dhimbshme. Më pas u largua, duke çaluar, i thyer. Tufa hezitoi. Vetëm një antar më pak, por kjo ndryshoi të gjithë matematikën e luftës. Tani ata nuk ishin më të barabartë me përbindëshin që kishin përballë. Ari nuk e ndoqi ujkun e plagosur. Nuk u hutua, nuk u dorëzua. Përkundrazi, ai bëri 2 hapa të mëdhenj drejt Alfas. Pastaj u ngrit përsëri, me gjithë gjatësinë e tij të frikshme, me gjoksin e tij të gjerë që dukej sikur përplaste vetë ajrin. Lëshoi një rrugim.
Por ky nuk ishte thjesht një rrugim. Ishte një shpallje betejë. Toka u drodh poshtë meje. Zogjt fluturuan. Ujqërit ngrin në vend. Goja e arit u hap, dhëmbët e tij të gjatë u shfaqen, putrat e tij të përparme u ngritën lart, gati të rrëzonin çdo krijesë që do t'i afrohej. Ishte një pamje që mund t'i thyente moralin edhe grabitçarit më të ashpër. Alfa, i mençur dhe i lindur për të mbijetuar, e pa gjithçka. Vlerësoi humbjen, rrezikun, qëndresën. Dhe e kuptoi se fitoria sot nuk do të ishte e tyre. Situata ishte e qartë, një prej ujqërve ishte i plagosur dhe nuk mund të vazhdonte më luftën, ari ishte krejtësisht i gatshëm të luftonte deri në frymën e fundit, dhe preja, nuk e justifikonte më rrezikun. Alfa lëshoi një urdhër të shkurtër, të ashpër. Tufa filloi të tërhiqej ngadalë, pa i kthyer kurrë shpinën kundërshtarit të tyre të frikshëm. Silueta e tyre gri humbi mes pemëve, duke u përzier me hijet e pyllit, megjithatë unë ndjeja se ata ende ishin aty, duke vëzhguar në heshtje. Ari mbeti i palvizur për disa çaste, duke marrë frymë rënd, krejtësisht i raskapitur nga betejë. Gjaku i rrifte ende nga plaga në kofshën e tij, duke rënë në tokë si pika të errëta. Megjithatë, në sytë e tij dishte një zjarr i palëkundur. Ai dëgjoi zërat e pyllit, u sigurua se rreziku kishte kaluar, dhe vetëm atëherë u kthye ngadalë nga unë. Vështrimi i tij thoshte qartë, nuk kishte kaluar në përgjith atë ferë për të hequr dorë në hapin e fundit. Ai u afrua, më nuhati, u bindë se isha gjallë dhe pastaj i drejtoi sytë drejt litarëve. Lëshoi një rënkim të ulët, plot vendosmëri. Ka përceu litarin e liruar me dhëmbë dhe e tërhoqi me forcë të re. Unë e ndihmova, duke tërhequr krahët dhe duke përdredhur kyçet. Një litar u këput me një zhurmë të mbytur. Pastaj i dyti. Gjoksi më u lirua menjëherë. Ari kaloi në nyjet rreth krahëve të mi, duke punuar me kujdes të jashtëzakonshëm për një kafshë kaq të madhe. Nofullat e tij të fuqishme gërryen fijet pa më prekur lëkurën. Një tërheqje e fundit dhe litarët u çliruan. Rash përpara, shumë i dobët për t'u mbajtur. Rash me fytyrë në bar. Ari u përkul, më nuhati dhe u sigurua se isha mirë. Pastaj u zvarrita drejt një trungu dhe u mbështeta tek ai. Pak momente më vonë, Ari u ul pranë meje, i heshtur, i lodhur, por ende vigjilen. Sado i raskapitur që isha, e dija se plagën e tij duhej ta trajtoja. Pash çantën time pak metra larg, të hedhur nga gjuetarët. Duke mbledhur forcat e fundit, u zvarrita drejt saj dhe mora kutinë e ndihmës së shpejtë. Ari më vëzhgonte me kujdes, por pa frikë. Qet, djalosh lërm të ndihmoj, pëshpërita me zë të ngjirur. Pastrova plagën me antiseptik dhe pastaj e fashova mirë. Ari u drodh pak nga dhimbja, por duroi, sikur e kuptonte që po përpiqesha ta ndihmoja. Kur mbarova, ai lëshoi një rënkim të butë, një tingull qetësues që nuk shprehte as kërcënim, as frikë. Ishte mirënjohje. Qëndruam ulur për disa minuta, të dy të lodhur, të dy të gjallë pas një rreziku të vdekur. Pastaj Ari u ngrit. Më pa drejt. Kishte lodhje në sytë e tij, por edhe kënaqësi. Borxhi ishte shlyer. Ai po përgatitej të largohej. Me vështirësi e shtriva dorën. Djalosh prit. Ari u ndal. Hapi një hap prapa, pastaj ju afrua. Vura dorën mbi hundën e tij, e përkëdhela, i akruajta lehtë pas veshit, ashtu si dikur, kur ishte vetëm një këlysh i plagosur e i trembur. Gishtat e mi prekën një cicatrice të gjatë në anën e trupit të tij. Ke ndryshuar, ke bërë një forcë të jashtëzakonshme, i pëshpërita. Ari mbylli sytë për një moment, lëshoi një ulërim të butë, si një kujtim i largët që rikthehej në jetë. Si të thoshte, të kam mbajtur mend. Nuk të kam harruar kurrë. Pastaj hapi sytë dhe më pa një herë të fundit, një vështrim i gjatë, i thellë, plot kuptim. U kthye drejt pyllit dhe nisi të largohej. Nuk ktheu kokën mbrapa. Nuk ndaloi. Hija e tij e madhe u zhduk mes pemëve, duke më lënë në siguri të plot dhe krejtësisht e tronditur. U ula pranë trungut, duke u përpjekur të merrja frymë. Rreth meje, litarët e këputur dhe gjurmët në tokë qëndronin si dëshmi të heshtura të një shpëtimi të pabesueshëm. Nuk kishte qenë rastësi. Ishte një mësim për gjithë jetën, mirësia e vërtet nuk harrohet kurrë. Ari kishte kujtuar njeriun që e shpëtoi kur ishte vetëm një këlysh i pafuqishëm, dhe kur erdhi dita e tij, ai rrezikoi gjithçka për të kthyer atë mirësi.